Mikeshat e mia, ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do të pasqyroj patlıxhanet turshim të bëra në copa të vogla. Është një turshi që të gjithë e përdorin jashtë masit. Patlıxhani është në mënyrë të veçantë. Më ka dalë super. Tani do të marrim perime si kemi marrë patlıxhane, speca, majdanoz, edhe uthullën e rushit dhe do fillojmë që ti përgatisim. Tani do të vendosim ujin për të zjerë patlıxhanet dhe gjatë kohës që uji do zjejë, ne do presim perimet. Fillojmë me patlıxhanet, ku e presim patlıxhanet në copa të vogla. Nëse patlıxhani është më i madhe, atëherë ne do e ndajmë në 4 pjesë, jo në 2 pjesë. Siç po veproj unë në këtë rast, ja, si është kjo tani. I përfunduam edhe prerjen e patlıxhaneve. Tani do fillojmë të presim perimet e tjera. Fillojmë të presim specat, ku unë kam një mjet që është super, kam kaq vite dhe më shumë e kënaqur. Edhe i presim në copa të vogla, ripa në një nga paqet e saj, presim edhe lakrën e bardhë, gjithashtu edhe udhrat, të cilat unë kam marrë një kokodhur për të sasi patlıxhanet që po përgatis. Ngrim edhe majdanozin, e përfunduam ngrirjen e perimeve dhe tani do të shohim na ka zjerë uji për të hedhur patlıxhanet që ne ti zjejmë paraprakisht, jo të zjejmë fort. Ja i përfunduam perimet, tani vemi të hedhim patlıxhanet. Patlıxhaneve duhet të hedhim në kokë, unë të paktën kështu e kam bërë, që duke i zhytur të gjitha patlıxhanet me radhë, pastaj do e lëm pak sa të marrin atë ngjyrën e vet, e i zhysim përsëri dhe do t'i kthejmë nga poshtë lart që patlıxhanet të na zjejnë në mënyrë uniforme. Zjerja nuk duhet të bëhet e fortë, domethënë që të zjejnë shumë, sepse ato gjatë kohës së tyre dhe zbuten që kohës që do përgatitet turshia. I zhysim her pas here me lugë, nëpërmjet një lugë druri, edhe kështu do të vazhdojmë duke i kthyer, i shohim, nuk e kanë marrë fare atë para zjerjen, i kthejmë nga poshtë lart, do ta bëjmë 2-3 herë derisa patlıxhanet të thamë që ta marrë atë zjerjen në mënyrë të njëjtë. E shohim, ka filluar që të zbuten pak, si sfinxher është bërë ajo, shihni vetë. Tani në momentin që uji zjen, që kanë marrë temperaturën si patlıxhanet edhe uji, ne do t'i heqim patlıxhanet, i shohim që e ka marrë atë zjerje, pa diskutim që është bërë, kështu që tani do t'i heqim nëpërmjet një lugë kulluese dhe i vendosim te një kulles ku dhe të na kulloj uji që ne i kemi zjerë patlıxhanet e dali ai uji i zjerjes. I përfunduam edhe zjerjen e patlıxhaneve dhe tani do t'i lëm patlıxhanet që të na ftojnë njëkohësisht e të kullojnë nga uji. Marrim perimet tani dhe do t'i marinojmë paraprakisht perimet. I vendosim 2 lugë e gjysë uthull rushi të bardhë, pavarësisht se ka të ngjyrën, po është rushi i bardhë. I vendosim piper të zi, pak krip, gjithmonë kjo sasia e këtyre përbërësve varet nga sasia e perimeve që i kemi, dhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Do t'i përziejmë të gjitha bashk, perimet që të marrin atë marinimin në mënyrë uniforme dhe do ta lëmë në qetësi që të marinojnë deri sa patlıxhanet të na ftojnë plotësisht. Patlıxhanet na janë ftuar, perimet na janë marinuar, tani shihni se si janë bërë, kanë marrë një shkëlqim fantastik, specat, lakra, majdanozi, udhra, dhe i kemi gati për t'i shtruar. I vendosim në enën përkatëse, ju mund t'i vendosni në çfarë do ene të dëshironi. Unë siç e kam theksuar edhe në videot më përpara, vazat e qeltit janë fantastike për turshi. Vendosim në fund të vazos 2-3 lugë me zërzavatet e marinuara dhe pastaj do të vendosim patlıxhanet duke shpërndar në gjithë sipërfaqen e enës. Kështu do të vazhdojmë derisa të përfundojmë patlıxhanet dhe tani vendosim në fund mbushjen me zërzavatet që kemi përgatitur.
Unë në fakt i kam vendosur shumë se më pëlqejnë shumë zezavate, se ato japin shumë shije patlıxhaneve. E ngjeshim me lugë që të dhe shifni ku janë shtruar të gjitha super. Tani do të hedhim të gjithë përbërësit që të bëjmë shëllirën. 3 lugë gjelle kam hedhur unë, të jenë rafsh, mos jetë plot, sepse kemi bërë dhe marinimin e perimeve, siç e pat dhe vetë. 3 lugë gjelle me krip, 1 lugë pothuajse rafsh me sheqer, të cilën kjo neutralizon shumë atë shijen, 1 lugë gjelle me piper kokër, piper të zi kokër, dhe do t'i vendosim mbas piperit edhe limontosin. 1 lugë kafe e plot ose 1 lugë çaj kështu rafsh. Do t'i hedhim dhe 2 filxana ose gota çaj me uthull rushi. Unë me uthull rushi pothuajse i bëj të gjitha, jo pothuajse, po i bëj gjithmonë perimet mes. Tani i plotsoj me ujin komplet deri sa të mbulohen plotësisht. Ajo do ta thithi ujin, siç po e shihni edhe vetë në video. Tundim pak vazon dhe nëpërmjet 1 luge e hapim anësoret e vazos që uji shëllira të depërtoj deri në fund të patlıxhaneve. Të lëm. Tani do të vendosim majdanozin. Unë majdanozin e përdor në të gjitha llojet e tushive që e vulos vazon. Dhe tani vendosim një penguese që gjithë tushit të na fundosen në shëllirë dhe shëllira të dali sipër, mos të marrë ajër fare. Në fakt unë në fund të vazos kam hedhur dhe vaj ulliri, por nuk e kam demonstruar, do ta shihni më vonë që unë kam hedhur vaj ulliri dhe më kanë dhënë patlıxhanet super. I fshim dhe buzët, bazës që të bëjmë mbylljen hermetike, i vendosim kapakun e parë, i vendosim dhe të tapën që ka dhe kapakun kryesor të kësaj. Dhe ku i kemi gati patlıxhanet për t'i vendosur në një kanat dollapi, në një vend të errët dhe të freskët. Do e tundim vazon 2-3 herë që na ikin gjithë përbërësit që ne hodhëm, e rrotullojmë me tundim 1-2-3 herë dhe lëm. Ja ku janë patlıxhanet e prera, tushi, super. Do t'i lëm 10 deri në 15 ditë. Tani unë kam bërë dhe ca vazo të tjera të vogla, se më pëlqejnë shumë patlıxhanet. Dimri i do, i ftohti i do, dhe shifni si janë bërë super. Tani i vendosim në dollapin, siç thash, në një kanat e errët. Patlıxhanet kanë përfunduar, ju nuk do ta besoni që unë ju thash për 10 deri në 15 ditë, këto mua më janë bërë për 4-5 ditë. Mbas 4 ditëve e kam hapur, e kam parë kot një vazo për ta parë dhe të shihni çfarë të them, super ishin bërë. Po ta shihni, siç ju thash më përpara, unë i kam vendosur dhe vajin, po nuk e kam demonstruar në video. Vendosini vajin mbasi përfundoni se janë dërim patlıxhanet apo gjitha llojet e turshive super. Heqim atë, bëjmë çik minjan majdanozin, nuk do ta heq sepse ka vaj sipër, e nuk do ta heq dhe marrim turshi për t'i parë si na janë bërë. Unë në fakt e kam parë, ke një vazo që e kam provuar, po doja t'ju tregoj dhe juve tani. E vendosim në të pjatë për të parë sa të mira janë bërë, me sy, se me shije ju nuk i provoni, do i bëni vetë shtëpi tuaja, shifeni si janë bërë, ka marrë ngjyrën perfekte të turshive. Tani do t'i vendosim turshive sipër, vajin e ullirit, i vendosim këtë penguesen dhe e plotsojmë përsëri me vaj ulliri. Sa herë që të merrni, i hidhni vaj ulliri dhe bllokon dhe nuk i gjen as edhe një gjë. Ja, shifeni, super. Vendosim kapakun e parë, do vërcasi pak sepse ka atë për vakumosjen e saj, duhet ta kesh të hapur para se të vendosh kapak. I vendosim kapakun kryesor. Tani i vendosim pak vaj ulliri dhe ja, ola, i kemi gati. Turshit janë bërë në mënyrë perfekte. Për 4 deri në 5 ditë mua më janë bërë këto turshit. Dëshiroj që kjo video që sapo demonstrova ty ketë pëlqyer dhe të abonoheni në kanalin tim ku të
klikoni në butonin zile dhe të njoftoheni për të gjitha videot e radhës. Faleminderit që më ndiqni dhe mirupafshim në videot e radhës.